Adhërues të basketbollit, merr mbrëma kudo që jeni në këto momente, sepse aq numër i madh është sonte në palestër këtu, saqë nuk është parë me vite të tëra të jetë mbushur kaq shumë palestra sportive në Prishtinë. E sigurisht që janë me mira të tjerë të cilët po e përcjellin këtë ndeshje përmes Supersportit. Fillimisht të dëgjoj himnin kombëtar. Dëgjojmë himnin kombëtar dhe tash gjithçka është gati. Pra brenda 2 minutave do të nisë finalja e madhe e IPCO Kupës së Kosovës në basketbol ndërmjet dy skuadrave më të mira tash në këto 3-4 vitet e fundit, ndërmjet PES dhe Sigal Prishtinës, të cilat shënuan fitoren në ndeshjen gjysmëfinale. PEA shumë lehtë trepçë ndërkaq me vështirësi të jashtëzakonshme. Sigal Prishtina arriti të poshtë në skuadrën e Bashkimit dhe sonte pra do të kërkojnë trofeun e parë për edicionin e Sivjem. Në mua edhe sonte do të jetë Arben Feta, me cilin do ta komentojmë së bashku këtë mega mbrëmje, mund të thëmë lirisht Arben, sepse kemi të bëjmë me dy skuadrat më të mira kosovare e vetë atmosfera e tregon rëndësinë e kësaj ndeshje. Absolutisht, është një atmosferë mrekullueshme në pallatin e rinisë në Prishtinë, është mbushur tër kapacitetet dhe nuk ka ujë që të lirë madje edhe në këmbë. Nuk e di se si po mbajnë tribunat gjithë këta njerëz. Shpresoj që të kemi një basketboll të bukur, të kemi vërtet një festë basketbollit edhe sonte këtu në Prishtinë, siç e patëm edhe atë natë Prishtina kundër Bashkimit. Vërtet shpresojmë që dhe basketbolli në terren të jetë kaq i bukur sa dhe kjo atmosferë e cila është krijuar përreth sallës. Përveç shpejt përpara se të fillojnë ndeshjet e Fernanda Trepça, nuk ishte kundërshtar i denj për PEA. PEA ka shumë e lehtë se Prishtina që e eliminoi Bashkimin në ndeshjen gjysmëfinale. Sot mund të ndikojë kjo pak edhe tek lojë, apo vetëm kushtimisht tek lojtarët, sepse ka qenë ndeshje shumë e vështirë për Prishtinën e shumë e lehtë për PEA. Absolutisht do të ndikojë, do të thash edhe para 2 ditësh kur e komentuam të së bashku ndeshjen e finalit të dytë. Thash që Prishtina do ta ketë përparësinë e terrenit, por PEA do ta ketë përparësinë e freskisë. PEA nuk ka pasur ndeshje të rënda ditë dhe ka arritur që të luajë me më shumë lojtarë në rotacion, ndërsa Prishtina u desh të gjitha kapacitetet e veta të shfrytëzojë atë maksimalisht për të arritur vetë një fitore shumë e vështirë ndaj PEA-s, ndaj Bashkimit atë natë. Prandaj them se të dy ekipet këtë lojë të ndeshje do t'ja nisin në kushte të barabarta. Prishtina ka përparësinë e terrenit, por në anën tjetër e kemi PEA-n e cila është më e freskët dhe besoj që do të ketë më shumë energji për të pushuar këtë lojë deri në fund. Ndërsa këtë lojë luhet deri në sekondën e fundit sigurisht. Po përmend deri në sekondën e fundit ku është përparësinë e PEA-s e të Prishtinës. Sipas vendimit të përgjithësi në bazë këtyre që i pamë në ndeshjen gjysmëfinale. Jo vetëm bazë këtyre ndeshjeve, por në bazë gjitha ndeshjeve të cilat edhe Prishtina dhe PEA kanë zhvilluar gjatë këtij viti, do të është evidente se kemi të bëjmë me dy ekipet më të mira aktualisht në Kosovë dhe dy prej ekipeve më të mira madje edhe në Ballkan League. Për nga cilësia ekipet janë përafërta. Unë e vlerësoj nga vlerësimi im i cili mund të jetë edhe subjektiv, them se Prishtina ka ekip paksa më cilësore dhe ka paksa më shumë lojtarë për rotacion, për ndrim. Ndërsa në anën tjetër PEA ka treguar ndeshje shumë të mira dhe që është shumë e rëndësishme, nuk bën të vlerësohet as pak, është me këtë kompozicion PEA ka luajtur që nga fillimi i këtij scenari gatës, ndërsa në Prishtinë gëzimi i cili sonte po e fillon ndeshjen Gzimorina nuk ka filluar. Kemi Kempin i cili është i ri, kemi Washburnin i cili është i ri dhe flasim vetë për 3 lojtarë nga 5 që e parin lojtarë të ri. Kjo mund të jetë ajo përparësia e PEA-s, komponimi më i mirë, por ekipet janë aty për aty sa i përket cilësi. Shumë besoj që do të kemi një ndeshje të bukur deri në fund. E pamë edhe këtë koreografi spektakolare të tifozëve të Prishtinës sonte në për palestra. Nuk e di që ndodh diku në Ballkan një atmosferë të tillë. Dhe padyshim kjo i stimulon jashtëzakonisht basketbollistët e të dy skuadrave sonte. Pra në aksionin e parë janë Sigal Prishtina dhe si zakonisht Gzimi ka qenë efikas në fillimet të ndeshjeve, por jo dhe këtë herë me tentimin e tij të parë për 3 pikë. Borwell dhe tani Nenad Dilic
Veseli në krahun e Diatra, shikoni çfarë kërcimi në fazën e sulmit nga Roland Davis. Nena Dele shpike dhe para të PSOte 2-0 e përsia fillesare pejanve. Marinov ishte folli më herët e zgjat dorë, normalisht e pranon me një gabimin personal të shkaktuar Drilon Hajrizi. Normalisht që e bukur e kësaj përballje sot janë edhe tifozët mysafir shqipona që kanë udhëtuar nga Peja. E kemi thënë që do të jenë rreth 200, do të më shumë numri tyre. 3 pikëshi radhës jo për Dardan Berishën. Po kishte i sakt. Kevin Burwell. Ka shkel vijen. Alban Veseli. Arben fillim Prishtina, klub tentoi me njerë 2 tentime për 3 pikë që nuk është shënoj. Ajo që është befasuese për Prishtinën është se 2 mbrojtje që i luajnë deri tash, njëri në luajë Zondër, tjetri në luajë njëri. Do thotë, besoj se trajneri Konstantinës po përpiqet që ta befasojë ekipin Pejan me këto mbrojtje, me ndryshime mbrojtje. Ndërsa sa i përket sulmit, gjuajtja e fundit e Dardanit ishte ngutur, ishte nën presion, ndërsa gëzimi e gjuajtjes nuk e shënoi, ai nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Te portimi, por ishte i bllokuar kësaj radhe. Willy Kemp nga Alban Veseli, topi takon sfondës e Prishtinës për ka vetëm 2 sekonda deri në përfundim të këtij aksioni. Po të gjojnë shpejt. Marinov e bën këtë dhe gabimi i dytë personal për Drilon Hajrizi. 2 gabime të shpejta të Drilonit. Nuk po pajtohet as se si me vendimin e gjyqtarit. Sepse nuk është kjo lajm i mirë për të dhe 5-5. Militarit kryesor, ndoshta kryesori, shkarton 2 personale për vetëm 2 minuta loj. Ja shohim edhe një herë. Ardin? Përveç interesimit jashtëzakonshëm artër nga publiku për këtë ndeshje, interesim kanë treguar edhe mediat, janë 30 prej tyre që janë akredituar për këtë ngjarje. Marino do të vijë në gjuhëtimet e lira. Roma do të shënojnë pikët e para të Sigat Prishtinës. Sonte kemi edhe pamje speciale të kamerave brapa koshave pra një transmetim alla NBA, më thëmë lirisht. Tentimi dytë i Marinovit shënon, 2 gjuajtje 2 pikë. 2-2 për ato rezultati. Davis. Veseli. Burwell. Anier Veseli është i vetmuar në gjuhën se radhe. Por e këtë bën Burwell për 3 pikë shënon Burwell. Tentimi pari ti. Për 3 pikë. 5-2. Berisha. Morina te Wolfsburg. Willy Kemp. Në të të për 3 pikë mirë, për shkon dopsi para zonë Morina, pas të time të ditë të dytë, para spes. Borman. One ku, silët rrëtë rrotull. Anjer Borman, topi në krah. Drilon Hajrizi nga gjysmë të dicatë, gjojnë është i sakt Driloni. Në fund ka përshtypën letarët e të 2 skuadrave sonte. Marino. Berisha, Wolfsburg. Nuk ka rritë Kulit. Wolfsburg ka vonë fakt. Personale pak për Alban Veselit. Dhe të vinë gjuajtjeve të lira Jason Wolfsburg, i cili në ndeshjen e kaluar patët disi cik-cak të gjuajtjet e lira. Një shënon të një e kishte uqër. Po
nuk është i keq në gjuhëtin e tjera. Washburn, ajo shplet dhe kështu se u punua Delish këtë rast do të punua në pas pick and roll të cilën Albani me Washburnin e bërën. Edhe atë është shumë larg prej koshit dhe ju desh Albani Veseli që të bëjnë në anën tjetër personale për ta shpëtuar këtë sulm i cili do të përfundet me ngulitje patjetër nga Washburn. Shohim në tentimin e dytë do të jetë më i saktë, po nga Washburn 7-6. Davis për 3 pikë edhe kërshënon. 3 pikë që i dytë për pen në këtë periudhë 10-6. Willicam. Marina kreçisht i vetmuar, shënon Marina. Këto pikët e para të Prishtinës nga Loja. Një 3 pikë që ishte pikërisht i Morinës dhe 3 pikë të tjera nga gjuhëtjet e lira. Veseli, kreçisht i vetmuar Veseli, nuk shënon Cerave. Këtë timet të tia nuk kishin të saka. Këndartari dhe në fund. Dhe shënon pikët pranon. Pikët pranon. Do tjetë në minë gjuhëtjeve të lira. Tartan Berisha, gabimi parë personal për Delish. Jetë me 10. Përgatitur të inkuadron me lojë. Nicholas Covington të Peja. Vardani është i saktë. 10-11. Një pikë përsi për Prishtinën. Davis. Por pak Marino, cili shka pje gabim personal, gati nuk ka rritë të rëmbej topin. Është gabimi ti parë personal, dhe faktikisht gabimi parë personal edhe për skuadrën e Prishtinës deri më tani. 4 i kanë 85. Delish. Edhe njerë kreçisht i vetmuar, por nuk shënon. Drilon Ajrizi. Edhe njerë Nardani kreçisht i vetmuar. 3 pikë në Tartan Berishas. Jetë me 14, 4 pikë të një. Por Prishtinën. Atani qa, normalisht. Sa herë që po luan kundër pesë, po ja maksimumin e ti. Po të qenë që dhunë dërë më pire kënë kabin me hapa. Ashtu është. Është befasues atë kë vendimi trajneri Konstantinit që ta vendos Washburnin në Alban Veselin, ndërsa që qendrën Delish t'ja lë që t'ja ruaj Gzi Marina. Po më pëlqen ky koncept sepse është përpjekur që ta befasoj kundërshtarin me këto lëvizje. Tash Albani po që luan më jashtë dhe kjo do të thotë se edhe Washburni do të jetë më jashtë, do ta përcjell atë më jashtë, do të jetë më pak aktiv në kërcime. Por këto depërtimet e mbrëmshme të Albanit do të jenë pothuajse të pamundura sepse është shumë problem që të luhet aty kur përballë ke Washburnin. Willicam nuk arriti të realizonte për 3 pikë, tash hera dyta Cerave Marino me Kopinonia. Tani Marino gjuan, e drejta e vërteta jo. Pas Marino nuk shënon. Dyja shënuan nga 8 tentime. Roman tani nga krau, asaj nuk arrit të realizoj. E qëpson Leoer Marino. 4 minuta 9 sekonda deri në përfundim të periudhës së parë. Willicam. Marino me edhe një tërtim tjetër për 3 pikë prap. Nuk shënën. Ka shkakuar gabim personal. Jason Washburn në sul. Thirrje mire referi sepse shtyheti me duar. Gabimi dytë personali. Pas e dhëzët të Sigat Prishtinës. Arlin. Trajneri Konstantinidis po kërkon nga pasuesët e tij që të kenë më tepër kujdes për kundërshtarët, mos i lënë të lirë të gjuajnë për 3 pikë, pamë që kanë pasur 2-3 herë rastin e tash pejanët dhe kanë shënuar 2 herë duket për 3 pikë. Veseli.
të Davis. Në Rizi, depërtimi Drilonit nga bukur asiston. Shkoni sa mirë luajt tani këtu pasëdhësit e Pes, asistimi Veselit për Delish, i cili shënoi pikën e tij të shtatë më efikasi tek KP-ja për momentin. 12-14. Kem. Roland shkaktoi gabim personal ndaj Berishës. Gabimi 5 është ky. Jetë një bonus tash skuadra pejane. Pollet gabimit personale ndaj të Berishës janë pothuajse pikë të sigurta. Ardin? Është interesante kësot Artur që ende nuk është bërë asnjë ndryshim formacionin e Sigal Prishtinës prej fillimit ndeshjes deri tash afro 7 minuta nga luajtja. Është vënë interesante kjo. Interesante, por deri tash nuk është se i shkoi keq, do t'i pa e kanë përparësinë në rezultat, por gjithçka është e ngushtë, por i patën ato 3 gjujtje, të trija ato ishin të hapura, do një prej tyre po ta shënojnë të arrinte përsi janë 7 pikë, do trajneri po vlerëson se është duke shkuar mirë si duhet dhe s'ka nevojë për ndryshime për momentin. Ka vënë të tipo 3 pikë nuk shënoi këtë herë. Delish vetët 12-16. Berisha. Kem. Morino. Deportimi Morinos. Për traktonisht Mononian. Se Morino. Shumë të më thonë s'ka nisë për të këlitarë të Sigal Prishtina. Covington. Veseli. Ajrizi. Kuaga në pozitë të vështira, Ajrizi nuk ka arrin të shënoj, kundër së shpejt. Berisha për 3 pikë. Tjerë nuk realizoj për e ka Babilonian. Por duke të ka shkel vijin në gjans. Morina. Një minut pushim. Ka kërkuar trajneri i PS Branimir Pavić. 12-18 pikë përsi arben pas këtyre 8 minutave të kaluara. Lojë mirë, lojë shumë energjike, lojë shumë dinamike, luftohet për çdo topë, luftohet për çdo penë, është lojë tipike, bëhet një ndeshje finale, do të është shumë bukur që po shohim një basketboll të mirë. Po shohim lojtarë shumë cilësor, të cilët deri tani do të kanë pas performancën në maksimum, për kaq sa pam deri tash. Do të ishte mirë të shohim edhe një herë se ai ishte ky vërtet out apo jo, por edhe një herë po them do të loja për zhvillohet më shpejtësi të madhe sa që është vështirë për referin të ndërshojë nëse është liruar nga topi gëzimi aq herët para se që të ketë prekur pjesën tjetër të terrenit pasi që dalë në out. E shihni në bankën e PS sonte është edhe koordinatori i tyre Daniel Luc. Ja po shohim edhe një herë këtë situatë. Duket se ka shkelur, duket se është thirrje e mirë e referit në këtë rast. Po. Martin. Trajneri PS Branimir Pavić po kërkon nga pasuesët e tij që ti përfundojnë më shpejt aksionet, pasi që po shohim në këto aksionet e fundit është lënë për sekondat e fundit të gjuhet drejt koshit dhe në një mënyrë nuk ka patur edhe saktësi dhe qetësi ekipi për të përfunduar aksionin. Ja, dhe njerë kjo situatë. Jo, është mbrenda. E shihni se ne edhe me qëllim nga dalësuar kishim vështirë të vlerësojmë nëse është out apo jo. Është liruar me kokë gëzimi do të nga topi dhe nuk ka qenë out, por vërtet duhet të arsytojmë refert me këtë rast sepse u zhvillua aq shpejt ky aksion sa që do të ishte pamundur pothuajse që të vlerësohet si duhet. Ajrizi. Vati ja rëmbëll topin Dardani për pak. Tani edhe një tentim për 3 pikë, Zara dhe shënon pas tentimit të tretë. Alban Veseli, 3 pikë që ti parë për 15-18. Apo 3 pikë i tretë për skuadrën pejane. Marino. Kem. Wolfsburg. Gol me të majtën Wolfsburg, nuk ka arrin të realizoj. Covington. Tani
Tani edhe një Trivionarizi për 3 pikë, nuk ka shëllim. Por e merr topin Delic, i cili pa penguar fare. Realizoi. Edhe pikët e reja, 17-18. Ashtu nga vetë po hymë në 60 sekundet e fundit të pjesës së parë, të periudhës së parë. Berisha. Gabim personal Covington. Apo jo, është Davis me gjithë atë. Gabimi ti i dytë. Në lojë për herë të parë sonte edhe Andrew Warren. Asë ndësimi. Në për pushuar pak Marinov. Berisha i sak. Për momentin 9 pike ka realizuar Dardo Berisha. Pika tje 10. 17-20. Dërgohet Davis, në rend të ti kthehet Kevin Burwell. Warren është për ti. Veseli. Burwell. Veseli. O tentoj edhe njerë për 3 pikë, shikoni. Veselin. Shënoj pikë, 3 pikëshin e ditë të dytë pas 4 tentimeve për të barazuar rezultatin në 20-20. Më dhe kemë. Berisha. Në kontrolë Nekaj afërti për qëndruar. Warren për 3 pikë, jo. Ska shënime në 6 sekonda 5 në përvëndim të periudhës së parë Nekaj. Kur Covington gjuhë për 3 pikë, jo. Barazim për pëndër kjo. Periudhë e parë e këti spektakli sonte basketbolistik në kanalet e Supersportit. Finalja e Ifto Kupës ndërmjet PES dhe Sigal Prishtinës. Gjithçka para parë jeni pas 10 minutave të para. Epilog i real i ndeshës dhe i tash Artur. Mendoj se të dy ekipet treguan lojë të mirë, të dy ekipet treguan angazhim maksimal, treguan një lojë dinamike në sulm dhe besoj se edhe epilogu është real. Ishin të barabarta deri këtu. Ajo që vlen tek sot është Albani u kthye me 2 tresha dhe Delic është shënoi të tretin. Nuk duhet që të lejohet Albani nëse Prishtina dëshiron që ta markojë ato si duhet. Nuk duhet ta lëmë më tej, besoj Washburnin mbi të, sepse e pam se Washburni e ka instinktin natyral të qendrës që të tërhiqet prapa kur lojtari e merr topin në bijen e treshit. Ndërsa si tërhiqet Albani këtu të shutoj. Dhe ai huqi dy të para, por nuk do ta huqë gjithë natën. Ai është një shutër fenomenal dhe sisoj të thotë Prishtina duhet ta bëjë me ndonjë këndrim në mbrojtje tash, ndërsa në anën tjetër PA është duke angazhuar maksimalisht në mbrojtje. Bekat e vetë do 3 lojtarë të cilët luajnë jashtë janë shumë të shpejtë, janë shumë agil dhe nuk po lejojnë si duhet që të zhvillohet sulmi i Prishtinës. Mendoj se deri tash pa një lojë të mrekullueshme të basketbollit. Të tentimit për 3 pikë do thotë që 9-2 ka quajtur Sigal Prishtina në periudhën e parë. Ndërkaq 8-4 për 50% faktikisht i bie përqindja e 3 pikëshave në skuadra e PES pas së periudhës së parë. Kemi diçka të re edhe një nga Ardindi. Rreth të parë sonte te Sigal Prishtina do ta kemi në lojë Gert Shim. Shima do të kontrollohet në lojë për herë të parë. Së bashku me të dhe Abukar. Aktu ka reaguar tashmë trajneri Konstantinidis duke i kontrolluar në lojë Shimën dhe Abukar. Dhe ka shohim duke që është pasja njëjtë PES në këtë fillim të periudhës së dytë.
Peja do të vazhdoj me pesën me cilën e ka filluar, e përfundojnë fakt çerekun e parë, ndërsa Prishtina i bëri 2 ndryshime, 2 ndryshime substanciale. Do të i largoj 2 lojtarë që janë pak sa më të ngadalshëm. Për gëzimin s'mund thuhet që është aq më ngadalshëm, por janë pak sa më të ngadalshëm, e vendosi shive tash e bëri këtë ndrim që unë e përmenda, do tash Shima do ta mbrojë Albanin. Shima është më i shpejt dhe e një Albanin më mirë se ka luajtur 2 vite bashkë. Është më shumë gjendje që ta mbrojë atë si duhet. Ajo që duhet thënë tash është se Abukari do të mbetet në Delliçi dhe do të ketë punë paksa më të vështirë që ta mbrojë atë, sepse Delliçi është edhe më i gjatë edhe më i fortë. Veseli. Kemi asë mirë, 3 sekonda dhe në mëvrim të këti akcioni. Mekaj për 3 pikë nuk shënon. Mekaj, jetimi parë për 3 pikë. I të tyrueshëm për Mekajn. Abukar ka shkelbir, por nuk ka riti të realizonte. Masë si rëmbeu topin. Forward, Delliç. Do këtë Delliç, edhe 2 pikë të reja të ti. 11 pikë gjithsej. Sema Delliç është më efikas në randë të 5. Edhe njëra Abukar, këto janë pozitat e ti. Zakonisht i shënon. Mardim. Ata mund të avini re që në dorën e majt Abukar ka një pash pasi e ka të lidhër njën dhe nuk është 100% i gatshëm do të duar sonte për posa kërkën. Willy Kemp shkon deri në fund. Rëmbën topin dhe shënon kërkon edhe faull. 22-24. Shumë bukur i pa martor për 2 sulme, se cilat janë për parësitë e Delliçit dhe cilat është Abukari. Do Delliçi është më i madh, le të luajë më mirë me shpinë, ndërsa Abukari ka dorën më të butë se sa Delliçi. Megjithëse Delliçi luan mirë, por mendoj se këta 2 lojtarë në këtë luft që do ta kenë mes vetë do të na ndrojnë spektakël të gjithë neve që po i shikojmë. Tash në momentin e parë kur u ndrua tash Shima, shkaktimi njerë personale ndaj Delliçit, është gabimi i tij i parë. Veseli, kësa rada nuk gjojti. Mekaj. Delliç. Edhe 1 sekund. Kaluan 24 sekonda. Kaluan 24 sekonda. Dhe para për këtë aksion të 5. Një mbrojtje mirë, kthehet në Triloni. Fajrizi. Peja e largohet Mekaj. Abukar në të ndeshjet të kaluar faktin të duar faktorëve që se përmendë edhe Arlindi Velisa mund të pengojë edhe pse për fatë të ti është Shive tash ka mismatch, po ja u kthye tash Deloni u kthye në Abukarin, sepse kishte mismatch, Abukari ishte kundër playmakerit të PS. Warren për 3 pikë! Shënon Warren! 22-27. Borwell për Drelona Rizën ka shkaktuar gabim personal pikërisht Warren. U vënua pak ajo ana e doptë mbrojtjes, u vënua pak Warren me këtë rast, po të ishte vetëm disa qindra të sekondit më shpejt mund ta merrte këtë flop pas se cili u dërgua atje Drelona Rizën. Vetë në lojë Marino. Po të shkuar pak për të shkuar Willy Kemp. Veseli rëshqet. Ja rëmbën topin. Shima, Warren, 3-1. Abukar gjuan dhe shënon për tabele. 22-29. Është 7 pike për si më lartë në Sigal Prishtinës. Por në anë tjetër shënon. Pikët e reja. Më i mirit e Peja për momentin. Nenad Delliç 4 pikë në këtë periudhë në që dhe shënojaj për Pejet. Berisha. Por 3 pikë tani, por nuk në shënim. Marino nuk realizoj. Fajrizi. Edhe njerë Alban Veseli, por 3 pikë nuk shënon. Por nuk arriti, as të shpjën të topin në kosh. Drelona Rizë.
Dani Dardani në anën tjetër, jo, s'ky nuk realizoj. Pak unë gut këtë herë, Berisha, Covington. Kopi mirë është kë edhe 2 pikë të reja për Nenad Erigjin e pandalshëm për momentin. 15 pikë të ti, Marino. Gabim personal, ka shkaktuar Alban Veseli, është gabimi ti i dytë. Gjysëm rëndësimet shpejta. Rugova për herë të parë sonte në lojë. Pas edhe Jemi si kuadron. Që dhe të edhe në zëndësim tjetër. E meriton pa tjetër Delli që të pushoj pak pas 14 minuta loj, pas tër këtij fryti që i solti lojës Pejës. Ishte lojtari më i mirë i Pejës mbase në tërë sezonin, por sonte ishte vërtet i mrekullueshëm dhe tregoi se për momentin nuk ishte te Prishtina se kush ta ndal ato. 15 pikë tek fundi të shënoi. Por pushoi dhe në vend të tij është gjëja Alan West. Emri plot i Amerikanit i sapo ardhurit e skuadra pejane. Marino shënoj në tentimin e tij të parë, shojmë në të dytin. Realizon. Po 26-31. Covington. Fajrizi. Gabim personal ka shkaktuar Shima, është gabimi i tij i dytë. Pare pak edhe tash u vonuan vendosje Shima, për ndryshe do të mund të ishte në faul në sol, por duhet thënë për shikuesin, veç t'ja vëmë edhe një herë në pas. Shiheni mbrojtjen cilën e luan Marinov në Covingtonin. Megjithëse është bindshëm më i gjatë, ai është po aq i shpejt sa edhe Covingtoni, do të po arrin që ta mbrojë, do të është duke luajtur në qendrim basketbollistik. Vërtet t'i jap leksione të rinjve që duan të luajnë basketboll në tarkën. Kështu luhet mbrojtja në basketboll. Gabimi personal i parë edhe për Dardan Berishën sonte. I katërti te Prishtina në këtë periudhë. Molli jashtë të jetë të bonus 5-5-5 deri në pushim. Covington. Vështirë është të pasohet topi normalisht që Covington. Berisha. Sa bukur të apokar. Asistimi i Berishës. 26-33. Fajrizi. Luan nga një pozitë tepër e vështirë, nuk arrin të realizoj. Opi takon skuadrës së Prishtinës. Largohet West shumë shpejt. Ose është fillimi ose definitivisht nuk është lojtari qëlluar për skuadrën pejane. Spaku pas tyre pak minutave të luajtura në atë kundër Trepqës. Dardan Berisha për 3 pikë. Shonën 3 pikë që në rrasjeve në pushim për ka ekstrajneri. Branimir Pavić, tashmë 10 pikë përsia më lartë e Sigal Prishtinës sonte. Një periudhë fantastike kjo e katër e parëve që arritën të shkojnë pra me përsi 2 shifrore. Vini pra përsia më lartë tashmë e Prishtinës pas 2 minutave të kaluara në periudhën e dytë. Po ishte një periudhë më e mirë e Prishtinës tash dhe këtë tresha e fundit do të ishte ai alarmi të cilën e priste trajneri Pavić në anën tjetër për ta ndërprerë këtë vrull të Prishtinës të cilën ishte marrë për të mos ikë rezultati deri në fund të çerekut të dytë. Është shumë e rëndësishme se me sa pikë ekipet do të hinë në çerekun e tretë. Është pothuajse më pak fare e parëndësishme, apo bëjnë më pak e rëndësishme se si lëviz rezultati gjatë ndeshjes. Ajo që është më e rëndësishme është se si e fillon ti çerekun e tretë pjesën e dytë të lojës. Dhe kjo barriera 10 pikësh është vërtet barrierë e rëndë për secilin
basketbollist, trajneri Pavić do të bëjë çmos që mos lejoj që të vijë te një gjë e tillë. Prandaj edhe ka kërkuar këtë timeout Arlind. Është vërejtja e gjyqtarit kryesor, ishte e para faktikisht që u dha publikisht për tifozët e PES të kenë kujdes mos gjuajnë në terren, disa të shpërthyese nga se mund të zbrazet edhe tribunët. Katër 54 deri në përfundim të pjesës së parë. Covington. Ajrizi. Depërtimi drilon Ajrizit edhe një gabimi treti për Gerti Shimon. 3 gabime, është i vetmi me 3 gabime deri më tani. Do të reagoj, ja, Edmond Azemi. Do të inkuadrohet Boko dhe Wolfsburg. Gjojt i mirë në tentimin e parë. Sakt në të dytin. Në ndërcimin dy fisht. Shima lërgot dhe Marino. Në anën tjetër dhe Veseli inkuadrohet. Lërgot Rugova. Berisha. Mbrojtje mirë tani Covington. Warren te Abukar, Gjuan i papengur nga shkush. E ka plopin Wolfsburg. Wolfsburg për mrekulli kësaj radhe. Për tabelë Gjuan dhe shënon. 27-38, 11 pike përsi. Covington. Shënim asë për Covington. Berisha. E do të Wolfsburg. Abukar. Nuk realizoj kësa radhe. Covington. Veseli. Edhe njerë për 3 pik, Gjuan Albani. Ka njështë të jeti sakt në mirë, jafin 6-75. 3 pik shiti, 3 sote. 30-38. Sërish gjysë metri largë ishte Wolfsburg nga edhe dhe këto pozita i nuhat shumë mirë Albani dhe nuk lejon dhe që nuk i ikën shutët të tillë. Tjetër gabimi Abukari që nuk shënoj. Djelish. Është një tjetër gabim. Jason Wolfsburg. Jason Wolfsburg po. Gabimi ti dytë. Nga dhe njerë. Renarizi edhe njerë në mirë në gjuhët të tjera. Pak më herët gjuhët i 2-1. Shënoj me gjatë të herë. Në përtimin e parë. Jo, edhe me të dytën parë, merë topë Rugova. Hapat. Gabim në hapa, po. E unë topin Rugova. Diçka që s'pan shikuesit artërë është se Wolfsburg në merë fajin për këtë top të cilin e morë në sulm Rugova. Po të ishte gabimi ime që nuk e mbylla si duhet. Wolfsburg.
Warren. Abukar. Warren edhe njerë për 3 pik. Edhe një 3 pik që ti, dyti në këtë periud. 41-31. Shikani këtë sfat pike realizon. Gabim personal i treti. Po Jason Logo nuk është kjo sinjali mirë. Jo vetëm që është gabim i tret, Artur, por këtë e ka referuar si gabim me qëllim. Referi. Do ta ketë edhe gjuajtje në shtesë, edhe topi në anash pastaj. Pse më duk që sikur me këtë rast Davis deshet shkonte për të ngulitur. Këto mjetë e piroteknike definitivisht e prishin në knatësin dhe spektaklin sonte. Arlin. Tifozët e PES paktën po pretendojnë që nga kjo tribuna e tifozëve neutral po hidhen gjësende shpërthyese drejt shqiponjave. Paktën kështu ata po pretendojnë. Pse ka mjaft njërësi speciale policisë Kosovës në palesër, sidomos aty përndanë tifozët e pesme të Prishtinës. Prap janë disa gjëra të cilat parin tifosi në palesër për tifozët për të zgojtur njëri tjetër, kjo nuk është as pak mirë. Minuta 15 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë, 33-41. Jetë Davis pranë vjen në gjuhëteve të lira. Sak. Para të Koshfall. Ishte qëllim. Rreth 4-41 topi për Pen. Borwell. Në Kraborët për të përton, për tabele gjuan edhe 2 pikë të reja të ti. 5 pikë dhe në shumë ato. E me njerë kushtuat e vërsia. 36-41. Berisha. Mazreku. E ka boj kësa rave Dardani. Ka bim nga Warren, shpejt trejneri Pavish, prap ka bim me qëllim, që cila nuk ishte kësa rave. Shumë ndryshoj periudën e parë me të një sidomos të faullet Arben. Ishte kështu në periudën e parë, për Peja kur kishte 5 më shumë gabime personale, për shumë kundërta. Shumë ka pas gabime personale në këtë periudhë Sigar Prishtina. Sigurisht, dy lojtarë veç të ngarkuar me nga 3 gabime personale dhe ajo që tjetra që është me rëndësi është të se po gjuhen, po ka gjuhetje të lira pas gjithë tyre faulave, pas të pestë dhe tutje. Shishoj po i mundësojt Pejas që pa shumë angazhim shumë që të ngushtoje përsin të cilin e krijoi me shumë mund Prishtina më herët. Rreth 7-41, 37 deri në përfundim të pjesës së parë. Vetëm 4 pikë përsia. E ishte plus 11. Berisha. Rafort Driloni afër ti. Do të tentoj për 3 pikë. Shënon edhe Mazreku. Ulej me forë krejtësisht. 37-44. Borwell shikoni çfarë depërtimi bën.
Fort shënuar 2 pikë të reja të ti. 7 pikë ka shënuar gjithsej Burwell, 4 në këtë periudhë. Gabimi 3 personal për Davis, me njëre Zërmëson, Covington të si kontrol të vend të ti. Arlin? Është interesante këto artër që 2 lojtarët vendor të Sigal Prishtinës kanë luajtur të kaluarën në PE. 1 minutë pushim. Ka pak pauzë për lojtarët, 54 sekonda deri në përfundim të pjesës parë. I kanë edhe 2 pauza për të dhënë PEA, do të thotë. Besoj se tash do të inkuadrohen lojtarët e cilët më pak minutash të PEA, tani do të thuhet që mos lejohet që sulmi Prishtinës të shkojë deri në fund. Ka hapësirë, do të thotë. Unë besoj se trajneri Pavić do të bëjë që këto 54 sekondat e mbetura të kryej me 1 sulm Prishtina dhe 1 sulm PEA. Nuk dëshiron që t'ia lejojë 2 sulme, do të thotë se po shkuan 2 nga 24 do shkojë deri në fund. Unë besoj se do ta ndërpres sulmin vijues ndonjë prej lojtarëve të PEA-s për të mos lejuar që të shkojë deri në fund. Ose kanë pra vetëm 2 gabime personale për momentin. Zakonisht shumë shpejt po kryen bisedën e tij trajneri Konstantininis i Sigal Prishtinës sa Pavić i PES. Gjithmonë po vonon. Morina është thyer në parket edhe një herë. Pas disa minutash që pushoi. Pesja e PES për momentin është vetëm me Fisnik Rogovën në qendër. Do të thotë nuk e ka lojtarin e dytë gjatë në lojë. I ka 2 beka dhe i ka 2 alo. Për këtë arsye edhe ai tërhoqi qendrën e vet lirimin për t'i lënë hapësira Bukare që luaj kundër Fisit, ndërsa në Morina të luaj jashtme kundër Albanit. Willy Kemp. Juan nga një pozitë shumë e vështirë Willy Kemp. E pati të pamundur të realizonte Arizi. Fundit Johan Burwell. Po prit takon Sigal Prishtinës. 30 sekonda. Çfarë gabimi. Edhe kjo ndodh, shënon Drilon Arizi. 4-44, Willy Kemp. Warren. Edhe një Dardan Berisha, nuk rajzë me gjatë. Arizi. Muon për 3 pikë, Drilon Arizi! E para zdon rezultatin në 44 në sekundën e fundit. Çfarë kthimi PEA në çfarë pikë shënuar. E ti në sekundën e fundit. Pas gjithë asaj e përsi e që pati plus 15, Sigal Prishtina dhe janë e pa shkojnë Arben prapë në barazim. Si që ishte periudhë e parë 20-20 tash 44 me 44.